Rikthehemi drejt për drejt tani. Partia e Lirisë organizon një tryezë për shëndetësinë me pjesëmarrjen e mjekëve të njohur nga fusha të ndryshme, ku do të diskutohen problemet e shëndetësisë, por dhe zgjidhjet që jep Partia e Lirisë. Ndjekim. Garantojmë akses të barabartë për çdo qytetar, pavarësisht vendit ku jeton apo mundësive ekonomike që ka, sepse shëndeti nuk duhet të jetë një privilegj, është një drejtë themelore. Po ashtu është koha të shohim përpara drejt një sistemi që investon në parandalim, që përfaqëson inovacionin dhe teknologjinë moderne dhe që i jepet qytetarit sigurinë dhe dinjitetin që ai meriton. Sot kemi një mundësi reale për të ndërtuar një vizion të përbashkët, një vizion që nuk mbetet në letër, por kthehet në veprim. Një vizion ku çdo qytetar ndihet i mbrojtur, i dëgjuar dhe i respektuar. Sepse në fund të ditës, mënyra se si kujdesemi për shëndetin tregon shumë për atë se çfarë shoqërie duam ne të jemi. Dhe nëse ka një fushë ku të gjitha këto problematika bashkohen në mënyrën më të dhimbshme, është onkologjia. Sepse këtu nuk flasim më për teori apo për statistika, flasim për kohë, flasim për mundësi trajtimi, flasim për jetë. Onkologjia sot në Shqipëri është një e vërtetë që nuk mund të fshihet më. Është një alarm kombëtar, është një realitet që kërkon vëmendje urgjente. Rastet janë në rritje të vazhdueshme dhe gjithnjë e më shpesh po prekin moshat edhe më të reja. Por a është rritur sistemi ynë me të njëjtin ritëm? Jo. Kjo krijon një boshllëk të rrezikshëm mes nevojës dhe asaj që sistemi mund të ofrojë. Sot Shqipëria shpenzon vetëm 2.9% të GDP-s për shëndetësinë, që është niveli më i ulët në rajon, ndërkohë qytetarët paguajnë nga xhepi deri në 60% të kostove për shëndetësinë. Kjo do të thotë që një gjë është e thjeshtë, sistemi nuk po i mbron qytetarët. Në onkologji situata është edhe më dramatike. Spitali onkologjik funksionon me rreth 70 shtretër dhe 19 poltron. Rreth 46% e barnave antitumorale nuk janë të disponueshme në treg. Ka pajisje jashtë funksionit të cilat kanë lënë qindra pacient pa trajtim dhe ndërkohë ne flasim për shëndetësi falas. Kjo nuk është mungesë mundësie, kjo është mungesë prioriteti, sepse kur një shtet gjen fonde për çdo gjë tjetër, por jo për jetën e qytetarëve, atëherë kemi një problem politik dhe jo thjesht shëndetësor. Ne themi qartë, nëse sot kemi 19 shtretër apo 20 poltron, nesër duhet të jenë të paktën 2 fishi i tyre. Nëse sot kemi mungesë fondesh, mungesë barnash, fondi duhet të shumëfishohet realisht dhe jo simbolikisht. Nëse sot pacientët presin me javë të tëra, sistemi duhet të funksionojë me urgjencë dhe jo me burokraci. Sepse çdo vonesë në onkologji nuk është statistik, është jetë. Dhe po, prognoza e sëmundjes nuk është gjithmonë në dorën tonë, por dinjiteti i trajtimit patjetër që po. Ne mund të zgjedhim, të ulim radhët, të japim akses në terapitë më të mira, të mos detyrojmë më qytetarët të largohen jashtë vendit për të shpëtuar jetën e tyre apo të familjarëve të tyre. Sepse sot shumë shqiptar kurohen jashtë jo nga dëshira, por nga mungesa e alternativave që nuk ekzistojnë në Shqipëri. Ky është realiteti dhe ky është momenti për ta ndryshuar, jo me fjalë, por me vendime, sepse shëndeti nuk pret dhe jeta nuk negociohet. Unë ju falenderoj të gjithëve. Ja kaloj fjalën deputetes së Parlamentit, zëvendës presidentes së Partisë së Lirisë, zonja Theresa Xhixha. Përshëndetje, faleminderit doktoresh Florida, të nderuar pjesëmarrës, miq, doktor me shumë eksperiencë, jam e nderuar që jam në këtë tavolinë. Në fakt, çështjet e shëndetësisë, duke qenë antare e Komisionit të Shëndetësisë në Parlament, absolutisht që jam angazhuar edhe më shumë se që kam pasur angazhim më parë, sepse janë çështje që prekin çdo qytetar shqiptar. Mospasja e një shërbimi shëndetësor cilësor sot do të thotë që të mungojë një shërbim jetik për qytetarët. Në vazhdimsi kam kërkuar me forcë brenda parlamentit interpelanca
për çështjet që ngriti doktoresha tani, për çështjen e onkologjikut, ka një raport kontrollit lartë të shtetit shumë dramatik për situatën në sistemin shëndetësor tek onkologjiku, dhe ende sot, mbas 3 muajsh, kjo interpelancë nuk kryhet në parlamentin shqiptar për të vetmen arsye sepse kjo majorancë ka frikë për balljen dhe të vërtetat që shqetësojnë qytetarët sot. Gjithashtu kam kërkuar interpelancë për sistemin e spitalit apo atë çfarë po kalon spitali i traumës sot që flasim, dhe më lejoni t'ju paraqes disa të dhëna. Që nga dhjetori 2025 ky spital nuk funksionon me kapacitet të plot për shkak të rikonstruksionit i cili do të shkojë deri në 2 vite. Por në momentin që një spital traume i vetmi kombëtar nuk funksionon, do të thotë që praktikisht ti ke cënuar sigurinë kombëtare. Pse e them këtë? Sepse larg qoftë të ndodhi një tragjedi, të ndodhi një problematik, ne sot që flasim nuk kemi një spital i cili të mund të adresojë në kohë reale të gjithë problematikat e sistemit. Janë 10 salla operative të mbyllura ku nuk kryhet asnjë ndërhyrje. Nuk kryen ndërhyrje apo shërbime sot për sa i përket ortopedis, ka mungesë të protezave, ka shërbime okulistike që nuk ofrohen më në këtë spital, trajtim të këmbës diabetike nuk ofrohet më në këtë spital. Pra janë një sër shërbimesh që megjithse po rindërtohet, nuk janë marrë masa që të ketë mundësi që qytetarëve mos t'i mungoj ky shërbim shumë i domosdoshëm. Gjithashtu mijëra pacient janë në listë pritje, ndërkohë që e dim shumë mirë që shëndetësia nuk pret. Shëndetësia është me minuta, me fraksion sekondi ti mund shpëtosh një jetë. Shumë nga operacionet shtyhen, rastet jo urgjente janë braktisur, pothuajse plotësisht, dhe kjo i detyron çfarë? Pacientët të shkojnë ose tek privati, ku do duhet paguajnë shumë më shumë, dhe ose të trajtohen jashtë vendit. Ndërkohë të moshuarit mbeten pa shërbim për shkak të listës së madhe të pritjes. Në këto salla operatore, dhe këtu kam raste flagrante personale të kolegëve të mi që kanë marrë infeksione, sepse ka baktere të rrezikshme, dhe kjo jo vetëm nga inspektimi i tyre i brendshëm, por edhe nga investigimet që janë bërë, janë rreth 3 baktere të rrezikshme, të cilat çfarë sjellin për qytetarët? Sjellin që ndërhyrjet që ata bëjnë të jenë të pamjaftueshme, të përsëriten dhe të vënë në rrezik jetën e pacientëve. Kam pasur raste kolegëve të mi që kur kanë shkuar jashtë vendit, mjekët atje kanë zbuluar infeksione bakteriale shumë të rënda në këto salla. Të mos harrojmë gjithashtu një deklaratë skandaloze, shumë të rëndë, të ministres së shëndetësisë, e cila pranoi fare hapur atë që unë kam ngritur me forcë që në dhjetor kur diskutonin buxhetin për shëndetësinë, që siç e tha dhe doktoresha është më i ulti në rajon, që mbas datës 20 të çdo muaji nuk mund të kryhet asnjë analizë në QSUT. Kjo është e papranueshme, kjo është të rrezikosh jetën e qytetarëve. Si mundet një qytetar që smuret datë 22, 23 të çdo muaj apo 31 të mos kryej analiza, ndërkohë mjekët mund ta thonë fare qartë që një pacient ka nevojë për disa analiza brenda ditës dhe jo më të mos jepet fare ky shërbim. Pse ndodh kjo? Sepse ky shërbim është dhënë koncesionarit, është dhënë privatit. Është dhënë privatit, praktikisht shteti ka hequr dorë nga ky shërbim dhe nga përgjegjësia që ka mbi qytetarët, dhe nga ana tjetër kërkojnë fonde. Dhe qytetarët njëherë edhe nga kjo propaganda shumë e madhe e rilindjes thonë se nuk ka para buxheti i shtetit për shëndetësinë. Të nderuar qytetar, jo ka para, po ka 4.2 milion euro që janë shpenzuar vetëm për kënaqësinë e kryeministit në një kopsh Eden, dhe ku po merren edhe 700.000 euro për vaditjen e këtij kopshi. Nja 4 miliard euro për rrugët e Florinta që ngelën rrugëve dhe pam se si u bllokua Juglindja. Nja 400 milion euro vetëm për incineratorë që nuk ekzistojnë. Pra duhet kuptojmë që para ka, çështja është që kjo qeveri shëndetësinë falas, jo vetëm që kishte propagandë, por sot po rrezikon çdo ditë jetën e qytetarëve. Së fundmi disa të dhëna për onkologjikun, sepse janë mbi 7.000 raste në vit për kancerin. Është një smundje e cila
është një dramë familjare, është një dramë sociale që prek shumë miq tanë kanë humbur jetën për shkak të kësaj sëmundja. Por çfarë ndodh? Për kimioterapi ka vetëm 19 poltrona, ndërkohë që ka 100 pacientë ditë. Ndërkohë Kosova ka 100 poltrona. Kosova arrin të përmbush detyrimet e saj të shërbimit shëndetësor, një vend i ri, ndërkohë që Shqipëria i lë pacientët e saj me këtë sëmundje të rëndë në poltron, në karrige të marrin kimioterapi, pa ngrohje të marrin kimioterapi, gjë që është e papranueshme. Po për gratë, vajzat që vuajnë nga kanceri ginekologjik, prej muajsh mungon brakiterapia. Është një pajisje e cila është e domosdoshme për gratë dhe vajza, mbi 9 muaj që mungon. Dhe deklarata e ministres është që brenda 2026 do marrin pajisjen. PET skanin brenda 2026. Po si mund të pranohet, si mund tolerohet që të vëmë në rrezik gratë, vajzat, pacientët tanë, ndërkohë që ajo pajisje absolutisht është një pajisje që mund të merret në kohë shumë të shkurtër dhe mund të shpëtoj jetën e shumë grave dhe vajzave që sot ende rrugëve të pa shpresa. Plus gjithë stresi psikologjik që kalojnë, por përballen me një sistem shëndetësor që i nxin jetën. Dhe fondi i Barnave për pajisjet e onkologjiku është 13 herë më i vogël se fondi për koncesionet. Pra para ka për koncesionet kjo qeveri, po kur vjen puna për ilaçe, siç e tha dhe doktoresha, KLSH-ja në vitin për një periudhë 2021-2025 ka thënë qartë që 46% e barnave nuk janë importuar. Nuk ka pasur fare barna të tillë në sistemin onkologjik. Dhe është e papranueshme dhe nuk vjen ministra të japi llogari në parlament. Këto janë disa nga çështjet që unë doja të shqyrtoja, por edhe nga seksi duhet ja vëmë dhe diçka e shumë alarmante dhe që në fakt rrëzon dhe gjithë fasadën, sepse u tha shëndetësi falas, por 60% e gjithë kostove është nga xhepi jam. Është duke marrë kredi, është duke marrë borxh, ndërkohë që një shtet që nuk ofron dot sistemin shëndetësor, shërbimin shëndetësor, absolutisht është një qeveri e dështuar dhe e cila absolutisht nuk ka as legitimitet as moral të drejtoj. Kjo tryezë nuk është vetëm e forcëve që do flasin këtu, që do ndajnë jo vetëm eksperiencat, jo vetëm një ekspertizë të profesionale në sistemin shëndetësor, por është e gjithë pranishmëve dhe ju ftoj që kur të doni të ndërhyni për eksperiencat tuaja apo për gjithë atë kalvarin e madh të përpjekjeve, të shqetësimeve që ju kaloni çdo ditë në sistemin shëndetësor. Faleminderit edhe mirënjohje shumë për gjithë pjesëmarrjen tuaj. Derisa të falenderoj, në fakt gjithçka që u tha është më se e vërtet dhe cilido që ka pasur fatin e keq për të kaluar të paktën një herë në onkologjik, qoftë për një familjar apo një të afërm, do ketë prekur një nga ato çështje të cilat Erisa i solli përpara nesh. I kaloj fjalën zotit Tedi Blushi, deputet në Parlamentin e Shqipërisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë. Faleminderit doktoresh Florida. Së pari më lejoni të shpej falenderimet më të përzemërta për ekipin e shkëlqyer të mjekëve, ekspert në fushat e tyre, personalitete, dhe duhet tekstuar ky fakt, mjekë të nderuar, të cilët janë jo vetëm pjesë aktive e Partisë së Lirisë, por edhe një forcë, një fuqi aktive sa i përket propozimeve konkrete, efikase, nismave të cilat duhet të jetëzohen për të ndryshuar në mënyrë rrënjësore një sistem shëndetësie që në vlerësimin ton, por jo vetëm është i kapitulluar. Së pari, më lejoni të theksoj se premtim mashtrimi më i madh dhe më shkatrimtar i rilindjes për shëndetësinë në falas e ka renditur sot Shqipërinë në vendin e fundit të theksojnë në rajon për nivelin më mizerabël të përkujdesit shëndetësor. Të dhënat më të fundit të bëra publike nga Numbeo, pra rrjeti mbar-botëror që merr në shqyrtim cilësinë e përgjithshme të jetesës, e rendit për vitin 2026
Shqipëri në vendin e 93 ndër 100 vende të botës. Me 48.1 pikë kemi humbur një vend në raport me vitin 2025 dhe ajo çfarë është më tragjike, kemi humbur 17 vende në raport me vitin 2013, kur Ilindja erdhi në pushtet pikërisht me premtim mashtrimin e shëndetësie e falas dhe pikërisht me premtimin për të ndryshuar rrënjësisht sistemi shëndetësor. Jemi përkeqësuar 17 vende në raport me vitin 2013. Ajsa sot kemi një sistem shëndetësor që jo vetëm nuk garanton mbrojtjen e shëndetit publik, nuk garanton dot mbrojtjen e jetës dhe dinjitetit të gjithë qytetarëve, sepse sot nëse ke një sëmundje, ajo nuk pyet nëse je i djathtë, nëse je i majt, nëse je antar i Partisë së Lirisë, nëse je antar i Partisë Socialiste apo i ndonjë force tjetër, dhe pikërisht për mjekësinë që në themel ka humanizmin, ka betimin e Hipokratit, Rilindja e ka degraduar këtë sistem në një pazar të fliqur për shëndetjen dhe për jetën në një shëndetësi që funksionon për fat të keq sipas një parimi kriminal, paguaj ose vlis. Dhe sikundër e theksuan edhe dy paraforcet koleget e nderuara, spitali onkologjik është sot shembulli jo vetëm i dhimbshëm, por edhe më tragjik, ku pacientët që vuajnë nga sëmundjet tumorale nuk përballen vetëm me mungesën e një trajtimi dinjitos, po përballen çdo ditë me rrezikun real të kërcënimit të jetës. Çdo vit, sipas vetë Institutit të Statistikave të Edi Ramës, kemi rreth 7.000 raste të shtuara vit pas viti me kancer, në një kohë kur 46% e barnave për kurimin e sëmundjeve tumorale rezultojnë që për periudhën 2021-2025, pa për 4 vitet e fundit, të barna aqjetike dhe që shpëtojnë një jetë nuk janë importuar asnjëherë, pra asnjë kokër, ilaçi, shërues për to sëmundje nuk është importuar në 4 vite. Sepse dhe vetë, në fakt, situata e furnizimit me ilaçe është skandaloze dhe pa haruar faktin që shumica e pacientëve trajtohen me barna kalpe, me barna të skaduara dhe që nuk kanë asnjë efekt në shëndetin e pacientit dhe në vlerësimin tonë. Ky nuk është kujdes shëndetësor, por ky është një krim, e theksoj, është një krim i qëllimshëm shtetëror. Po përveç rasteve tragjike të dhëmshme që vijnë pothuajse në mënyrë periodike nga spitali onkologjik, unë po sjell në vëmendjen tuaj edhe një tjetër rast tragjik, të cilin e kam denoncuar, e kam bërë publik dhe kam kërkuar edhe interpelancë në parlament të ndjerit Ardit Rapushi, vetëm 35 vjeç, i cili në 19 shkurt të vitit të kaluar shkoi për një vizitë rutinë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe pas 4 ditësh familja mësoi se i kishte mbyllur jetë. Nuk vuante nga asnjë sëmundje rënd. Sipas të dhënave të familjes kishte probleme me tensionin, hyi i gjallë dhe doli pa jetë. Dhe familja e mësoi këtë fakt vetëm pas 4 ditësh, sepse ndërkohë në këto 4 ditë i refuzoi takimi me të afërmin e tyre dhe ju refuzua çdo lloj informacioni për gjendjen e tij shëndetësore. Dhe për fat të keq, ky lloj sistemi në fakt është një sistem e theksoj kriminal shëndetësor që ka ndërtuar në këto 13 vite Edi Rama, e cimentoi sigurisht Ilir Beqja, e perfeksionoi Ogerta Manasteliu, e përsosi zëvendës kryeministri aktuale Albana Koçiu dhe një sistem kriminal që po i lartëson çdo ditë ministrja e re e shëndetësisë Evis Sala. Spitalet publike dhe qendrat
shëndetësore janë kthyer sot në ambiente ku qytetarët hynë me shpresë për shërim dhe sigurisht dalin për tyre me zhgënjim duke paguar kosto të pamerituara dhe në shumë raste edhe tragjike si rasti që unë përmenda më lart. Por mungesa e barnave, korrupsioni i përhapur, tarifat e fshehura, sot edhe për të bërë një serum duhet paguash 5.000 lekë të vira, dhe këto janë fakte, nuk është propagandë. Braktisja e sistemit, pagat mizerabël të mjekëve dhe të infermierëve krahasuar me vendet fqinje, krahasuar me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut, se nuk po i referohemi vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, pra gjithë kjo problematik ka sjell si pasojë rënimin e çdo standardi minimal të kujdesit shëndetësor, dhe kjo më tani nuk është thjesht dhe vetëm një krizë, por është një kolaps i mirëfillt dhe i qëllimt. Këto fakte nuk përbëjnë asnjë surprizë për shumicën e shqiptarëve, por janë thjesht dhe vetëm konfirmim i denoncimeve dhe qëndrimeve shumë të drejta të Partisë së Lirisë, të mbajtura në mënyrë konstante edhe në të tilla kryeza, por edhe nëpërmjet përfaqësuesve të kësaj personalitete të nderuara në fushën e mjekësisë, për degradimin e këtij sistemi, veçanërisht nëpërmjet skemës së plastëkitjes së fondeve me koncesione, nëpërmjet një korrupsioni të përbindshëm dhe të pandarshëm, si dhe nëpërmjet një klientelizmi që ka destrukturuar të gjithë sistemin shëndetësor. Sepse njësoj si afera e inceneratorëve, që nuk ekziston se i Tiranës, apo që nuk punojnë si në rastin e atij të Elbasanit apo të Pierit, edhe koncesionet e shëndetësisë kanë glaburuar këto vite qindra milion euro, të cilat në fakt janë paguar për shërbime që nuk kryen dhe thjesht dhe vetëm janë paguar nga taksat e popullit më të varfër të kontinentit për të përfunduar në të njëjtin destinacion ku përfundojnë gjithë fondet publike, në xhepin e Edi Ramës dhe gjithë klientëve të tij, veçanërisht ata që janë të angazhuar kryesisht në fushën apo në sektorin e shëndetësisë. Sepse në vend që Edi Rama të investonte për rritjen dinjitoze të pagave të mjekëve dhe infermierëve në mënyrë që ata të mos shihnin Gjermaninë apo vendet e tjera të Bashkimit Evropian si mundësi për të ushtruar me dinjitet profesionin e tyre, Edi Rama zgjodhi pra t'u jepte dhe t'u jap miliona e miliona euro klientëve të qeverisë për të mbushur së bashku xhepat e tyre, dhe besoj se ashtu sikundër edhe zonja Xhixho e evidentoi, mjafton të referohemi edhe buxhetit të shtetit për vitin 2026, për cilin ne si grup parlamentar propozuam edhe një sër amendamentesh për shtimin e fondit për sistemin e bujqësisë, cila sigurisht që dorëzoheshin nga një majorancë e cila nuk ka fokus, nuk ka qëllim interesin, mbrojtjen e interesit publik, por ka qëllim vetëm zhvatjen e taksave të shqiptarëve. Dhe dua të kujtoj që ne si grup parlamentar propozuam një shtesë për 7.5 miliard lekësh për shëndetësinë me destinacion të specifikuar pra mbështetjen e listës së banave të rimbursueshme dhe kujdesit dytësor, si dhe një tjetër amendament për një shtesë për 2.5 miliard lekësh për trajtimin me banat e domosdoshme dhe aparatura për sëmundjet onkologjike si përgjigje për tragjedit në kufijtë e krimeve kundër njerëzimit që po vjetojnë mijëra të sëmurë dhe familjet e tyre në spitalin, veçanërisht pra në spitalin onkologjik. Gjithashtu, rezultat tjetër dramatik i të ashtuquajtërës shëndetësia falas është fakti që sot shqiptarët, qytetarët më të varfër të Europës, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, paguajnë rreth 60% të shpenzimeve të tyre shëndetësore nga xhepi ose më shumë se 750 milion euro çdo vit.
Ndërkohë që në spitale, duke filluar që nga QSOT, ku humbin jetën qytetarë cilës shkojnë të vizitohen apo shkojnë për të matur tensionin, mungon shërbimi i dinjitos, vijon të bëhet tregti edhe me ilaçet më të thjeshta, aparaturat nuk funksionojnë dhe për më rënd akoma kemi parë në zemër të Tiranës se si spitalet kanë marrë plak. Pra, spitalet që presupozohet të garantojnë dhe të mbërojnë shëndetin dhe jetën, marrin plak duke rrezikuar edhe jetën e pacientëve të shtruar apo të personelit mjekësor. Megjithatë, sot ne jemi në këtë tyez jo vetëm për të denoncuar një realitet cilin e shohim me sy tanë çdo ditë, por edhe për të prezantuar një paketë konkrete, efikase, të përgatitur nga grupi i shkëlqyer i specialistëve, ekspertëve, mjekëve, infermierëve, personaliteteve tona në fushën e shëndetësisë për të adresuar një zgjidhje të përhershme, një zgjidhje efikase, të qëndrueshme në raport me situatën aktuale ku ndodhet ky sistem. Së pari, ne propozojmë rritjen pavonesë të shpenzimeve për shëndetësim, për të kapur mesataren e rajonit në nivelin 6% të prodhimit të brendshëm bruto. Propozojmë anulimin e menjëhershëm të gjitha koncesioneve korruptive në sistemin e shëndetësisë. Korrupsion i cili ende vijon nëpërmjet këtyre koncesioneve, edhe pse sot kemi një ish ministër shëndetësie në burg, por ndërkohë koncesionet e dhëna me firmë të tij ende vijojnë. Propozojmë dyfishimin e pagave të mjekëve dhe të infermerëve për të dhënë funde për të ndalur dramën e madhe të shpërngulimit dhe veçanërisht të largimit të tyre nga vendi drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Propozojmë të sigurojmë pasurimin e tregut të barmave me shumë më tepër ilaçe se sa aktualisht, si një mundësi për të dhënë një goditje asgjësuese kontrabandës si ilaçeve, që pas tregtisë së drogës sot, besoj zoti Vasili jam i sakt, mban vendin e dytë të trafikut në vendin tonë, pa haruar faktin që këtu ne jemi rekord për trafiqe në çdo sektor të krimit të organizuar, si dhe propozojmë që të konsolidojmë dhe të zbatojmë pavonesë sistemin e referimit për të dhënë fund kaosit, radhëve shumë të gjata dhe pritjes me muaj të pacientëve, si dhe për të dhënë fund korrupsionit që gjeneron i gjithë ky kaos. Gjithashtu, në emër të Partisë së Lirisë, ne propozojmë pavonesë sikundër e përsërita bllokimin e menjëhershëm të gjitha koncesioneve korruptive në Shqipëri që vijojnë çdo ditë të rrëmbejnë taksat e shqiptarëve, jo vetëm duke mos garantuar shërbimin e tyre me dinjitet, por përkundrazi duke e thelluar abuzimin, palishmërinë dhe mungesën e një trajtimi dinjitos. Propozojmë ringritjen e shërbimit cilësor të mjekut të familjes dhe shërbimit parësor në tërësi, kryerjen e një plan veprimi kombëtar për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve me vdekshmëri të lartë, sëmundjeve të zemrës dhe tumoret të shoqëruara sigurisht me një plan financimi në çdo etapë. Gjithashtu kërkojmë me vendosmëri realizimin e autonomisë së shërbimit spitalor si rruga e vetme, e theksoj e vetme për një shëndetësi efikase në të gjithë vendet, një shëndetësi e cila të jetë çdo ditë pranë qytetarit. Gjithashtu kërkojmë realizimin e një plan veprimi kombëtar, veçanërisht kundër pandemive, me një vend të veçantë, jo vetëm edukimin, por edhe parandalimin në mënyrë që të përballojmë situata të ngjashme, por tragjike, të pakrahasueshme jo vetëm për nga
pasoja negative, por edhe për nga mortaliteti, dhe këtu i referohen pandemisë COVID-19, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, dhe besoj pasoja tragjike të mënyrës se si u përballua pandemia ende sot vjojmë të ndjejmë të gjithë. Gjithashtu, ne propozojmë decentralizimin pavonesë të kompetencave të Ministrisë së Shëndetësisë për të ofruar shërbimin sa më pranë banesës së qytetarëve dhe për të fuqizuar sistemin shëndetësor në të gjithë territorin. Dhe me që jemi në propozimet për atë se çfarë ne mendojmë se ka nevojë urgjente sistemi shëndetësor, më lejoni të bëj publike edhe 6 propozime konkrete për uljen e kostove financiare për një kategori e cila jo vetëm është e vjedhur, jo vetëm është e nëpërkombur, jo vetëm është e tallur dhe e përbuzur, por vjen të jetë e harruar për pensionistët, për barnat dhe shërbimet shëndetësore që ata meritojnë. Partia e Lirisë del sot nga këtë urgjencë me 6 propozime konkrete me mbulimin e plot financiar të të gjitha barnave që përdoren aktualisht nga pensionistët dhe të përshkruara me recetë mjekësore, mbulimin e të gjitha shërbimeve mjekësore dhe të infermerisë në banesë për gjithë pensionistët me probleme shëndetësore, dhënien e shërbimit mjekësor me prioritet për pensionistët për evitimin e pritjeve të gjata në qendrat shëndetësore apo në spitale dhe sigurimin e shërbimeve mjekësore pa pagesë për rehabilitimin dhe fizioterapin për gjithë pensionistët me sëmundje invalidizuese. Sigurimin gjithashtu pa pagesë të materialeve mjekësore të trajtimit të pacientëve pensionistë në banesë si dhe të gjithë artikujve mjekësor që mundësojnë atyre lëvizjen dhe pavarësimin jetësor. Në një shtet ku digjen 90.000 euro në ditë për një incinerator që nuk ekziston dhe ku dyshish e verë që pi në ditë Edi Rama janë barës me 14 vite pension minimal dhe një shtet ku mungojnë 75.000 euro për të blerë pajisje që shpëtojnë jetë në spitalin onkologjik, sigurisht që është e vështirë të dëgjohen me shumë seriozitet këto propozime. Faleminderit. Faleminderit zoti Blushi, ju falenderoj për gjitha këto detaje që ju bët në lidhje me sistemin shëndetësor në gjithë Republikën e Shqipërisë. Kam kënaqësinë t'ia jap fjalën zotit Petrit Vasili, doktor, ish deputet, ish ministër i shëndetësisë. Ndodhemi përpara një bombardimi propagandistik të rrem, të cilit përballë të cilit ne duhet vendosim patjetër faktet, siç janë të vërtetat. Sepse realiteti është ndryshe në raport me atë që mashtrohet 24 orë nga kjo qeveri. Unë do përpiqem të them 2-3 gjëra që lehtësojnë edhe bisedën, edhe me këto që na njerë infektohet, se propaganda është një lloj virusi që ta dini, mund të infektohesh nga propaganda, duke përdorur ndonjëherë edhe mungesën e informacionit e padije. Kështu që duke qenë që kjo forcë politike ka qenë gjithmonë në avangard të mendimit më të mirë reformator për shëndetësinë, kemi propozuar në 20 e ca vite të ekzistencës tonë gjithmonë zgjidhje nga më të mirat, kemi bërë pamundur që të harrinim tregu sa më të lartë në ato periuda kur kemi mundur ta drejtojmë vetë sistemin shëndetësor, dhe sot po u them vetëm një gjë që ta keni të garantuar, të cilat janë e zeza në të bardhë. Asnjë nga treguesit që masin sistemin shëndetësor të gjetur në vitin 2013, këta që erdhën në pushtet, që rrëmbyen pushtetin, nuk kanë mundur të mbajnë as edhe një prej tyre. Po jap vetëm 2, më të thjeshtë ato që përdor gjithë bota e qytetëruar. Dekshmëria fushionore dhe amtare, një nga treguesit më të rëndësishëm të
që matë sistemin, e gjetën një shifrore dhe sot kanë frikë të flasin, sepse kanë thelluar në mënyrë katastrofike. Sepse jo vetëm sistemin e rënuar, po nivelin shoqëror të njerëzve rënuar. Po jap dhe një tregus tjetër. Kemi qenë një nga 4 vendet e para të Europës për aksesin në shërbim, për shpejtësinë në shërbim, për marrjen e shërbimit. Me të cilën, sigurisht, për këtë tregus qëndronim krah vendeve më të zhvilluara të Europës. Nuk do thellohem më tej në morinë e tregusve tjerë, sepse do ishte një thellim profesional më shumë nga ç'duhet, por po them asnjërin prej tyre nuk e kanë mbajtur. Po them dhe një shifër tjetër, të cilën secili e ka provon në shtëpinë e tij, në rrethin familjar të tij, familjes të njerëzve të tjerë. Është shpenzimet nga xhepi. Kur erdhën këta në pushtet, do thoni pse po e përmend. Se keni dëgjuar këtë, më falni për shprehjen, surratin që qeverisë këtu në këtë vend, që thoshte kapte kokën edhe bënte si ato, që ata njerëz të liq se s'dua të vë orientim seksual. Të thonë gratë e liga thot, po si ata njerëz të liq do them unë. Thoshte, si e gjetëm sistemin. Si e gjetëm sistemin. Ky si e gjeti sistemin. Ky gjeti sistemin të këtill që kishte përballuar një pandemi, siç ishte pandemia e gripit derrit, duke u konsideruar vendi lider në rajon dhe në Europë. Për vdekshmërinë që arriti, më të ulët. Kemi që nuk e ndjekur këtë konferencë tryezë për shëndetësinë organizuar nga Partia e Lirisë, shkëputemi për një hapësirë publicitare.
Rikthehemi edhe një herë tani në tryezën për shëndetësinë organizuar nga Partia e Lirisë. Sepse diti që një problem shëndetësor bie në familjet e tyre, bie një mëndzyrë ekonomike. Ka familje pafund që sot e kësaj dite lajnë borxhet e shpenzimeve që kanë bërë familjarët e tyre për pandeminë. Mendoni se çfarë situate është. Prandaj kjo temë dhe është nuk më mjaftojnë fjalët e mira për të thënë që partia jon e ndërmori këtë aktivitet sepse është tema dhe çështja që është e debatit e ditës, edhe kur flitet për integrimin evropian, dëgjoni për luftën në Iran e gjitha, në çdo familje përpara se të flitet për këto, flitet për shëndetin. Për shëndetin. Sepse ka edhe strukturë e moshës popullatës është rritur nga ana moshrore dhe tipologjia, tipet e smundjeve janë shtuar, mënyra e zbulimit dhe prandaj ne jemi krenarë që të paktën jemi shumë qartë, jemi koherent dhe i kemi të qarta zgjidhjet se si dilet nga ky problem. Unë ju falenderoj shumë që patët durim edhe më dëgjuat, ndofta e zgjata, por mendova që nga pikpamja edhe e bisedës përditshme që u bëni, të kishit disa argumenta më shumë që i diskutoni me miqtë edhe me të njohurit apo dhe mbështetës edhe simpatizantë tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Vasili, ju jeni një enciklopedi për shërbimin shëndetësor në Shqipëri. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zotit Edmond Haxhinasto, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, nënkryetar i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë në Kuvend. Faleminderit fituese e tryezës kaq të rëndësishme. Vazhdoj të njëjtën linjë me Petridin që në fakt pjesa e shëndetësisë në gjithë programet tona qenë themelim të LSI-së, jo më pas të Partisë së Lirisë, ka qenë një sintezë e kontributeve më të mira të personaliteteve të fushës dhe ka pasur gjithmonë zgjidhje racionale dhe të ndjeshme, sepse çështja e shëndetësisë dhe e shëndetit publik nuk është një çështje numrash, është një çështje ndjeshmërie. Duhet të dhëmbi që ta bësh siç duhet. Po së dhëmbit mund të jesh mjeku më i mirë në botë, po se bën dot. Kështu që ne kemi pasur këtë, do thoja, ndjeshmëri dhe kemi kontribuar në mënyrë të vazhdueshme për këtë dhe është reflektuar në gjithë programet tona me vjimësi. Unë duhet të them dy fjalë për këtë fakt që shëndetësia e kemi parasysh në perceptimin kështu si metaforik është spitali, është shërbimi, por nuk është vetëm kaq, është shëndeti i shoqërisë. Dhe shëndeti i shoqërisë patjetër ka parametra shumë të qarta si matet dhe si shikohet dhe çfarë dinamikash ndjekin. Jam dakord me këtë që ka një përkesim të jashtëzakonshëm në treguesit e lindshmërisë, të cilët reflektohen patjetër në vitalitetin demografik që ka vendi. Reflektohen në plagjen e popullsisë. Reflektohen në atë efektin kumulativ që shëndeti i shoqërisë sjell lindshmëri më të ulët. Dhe këto janë gjëra që i konstatojmë ne, po i konstaton edhe Bashkimi Evropian, i cili na vën nota çdo vit. Dhe po të shikoni raportin e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, raportin e vitit 2025 është alarmant. Është alarmant për këtë që e thanë kolegët, që jemi vendi i parë në Europë, ato e kanë termin out of pocket money. I vendi i parë në Europë për pagesat nga xhepi i qytetarëve shqiptar për sistemin shëndetësor. E kuptojnë çfarë do të thotë? Që jemi më të varfrit, kemi koston e jetesës më të lartë dhe kemi të ardhurat më të vogla në rajon, le pastaj s'po e krahasoj me Europën. Dhe përveç kësaj, duhet paguajnë, thot raporti, 59.7% të gjithë totalit të shpenzimeve shëndetësore. Çfarë thot tjetër raporti? Thot që kapacitetet diagnostikuese të sistemit tonë shëndetësor janë për tokë. Nga vinë këto? Vinë nga pajisje të amortizuara mbi 10 vjeçare,
të cilat shpeshherë në vend që të diagnostikojnë bëjnë të kundërtën, dalin me diagnoza të gabuara. Pastaj janë edhe çështje tjera që për Europën janë shumë të rëndësishme, po t'i themi këtu ndoshta s'na bëjnë shumë përshtypje. Thotë për shembull s'bëhet asnjë progres për luftën kundër duhanit, efekteve jashtëzakonisht negative, apo efektet e alkoolit, apo flitet që një gjë tjetër me ndjeshmëri shumë të lartë për ne, çështja e sigurisë ushqimore dhe kapaciteteve për të garantuar siguri ushqimore. Ju e mbani mend që s'ka shumë kohë që ne propozuam një paketë, një ligj, një projekt ligj, që të rrisnim prezencën e laboratorëve në gjithë sistemin themi të importit të ushqimeve veçanërisht, por edhe të ushqimeve përgjithësi. Edhe e pat se çfarë përgjigje kategorike kishte, ne do ta bëjmë të ardhmen. Jo, e ardhmja është sot, sepse sot janë probleme akute për shëndetin publik. Edhe kequshqyrja, që gjithashtu është nënvizuar në raportin e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Thot s'ka progres fare për të trajtuar problemin e kequshqyrjes. Pra, siç e shikoni, janë probleme të cilat janë të shëndetësisë, kanë bëjmë me keq financimin e saj, me premtimet pa mbajtura, po janë edhe probleme të cilat kanë bëjmë me qeverisjen në përgjithësi, kanë bëjmë me ndjeshmërinë që ka kjo qeverisje për të garantuar qytetarëve një jetesë më të mirë, një jetesë më të shëndetshme. Sigurisht që propozimet që dha Tedi janë shumë të vlefshme. Ne në mënyrë graduale dhe në mënyrë të vazhdueshme marrim propozime të tilla. Mendoj se një nga çështjet që duhet shikojmë me shumë vëmendje, dhe edhe kjo një nga propozimet e kolegëve tanë këtu rreth kësaj tryeze, është çështja se si të pranojmë, po si të përballojmë realitetin e sotëm të ndarjes shërbimi publik dhe shërbimi privat, si mund të kapërcehet kjo, sepse do vite edhe sikur ta kesh dëshirën në politikë bërje. Mirë, kemi që nuk ndjekur sërish tryezën për shëndetësinë organizuar nga Partia e Lirisë, shkërmimi hapësirë publicitare.